Është quajtur kjo sura Al-Adiyat, që do të thonë vrapuesit, dhe janë për qëllim kuajt e shpejt dhe të cilët vrapojnë, do të thonë, për në luftë në rrugën e Allahut. Allahu është betuar në ajetin e parë, ka thënë wal adiyati dabha, do të thonë pasha vrapuesit e shpejt që hingëllin, nëse i thuhet shqip. Pra adiyat, do të thonë vrapues të shpejt, të cilët vrapojnë në drejtim të armikut, bashkë me ushtarin që është mbi të. Është betu Allahu subhanahu wa taala, dhe kur Allahu betohet në diçka prej krijesave të tij, do të thonë tregon vlerën e lartë, edhe lëvdat për atë krijesë. Dhe Allahu subhanahu wa taala lëvdohet, Allahu subhanahu wa taala është i lavdishmi dhe ai betohet në çka do prej krijesave të tij. Kurse krijesat nuk kanë të drejtë të betohen në askënd përveç në Allahun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Do të thonë kush do të betohet, le të betohet në Allahun ose le të hesht. Do të thonë mos betohet në asgjë. Dhe po ashtu ka thënë men halafa bi ghayri llahi faqad kafara aw ashrak. Kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut, ai ka bërë kufër ose shirk. Prandaj krijesës nuk i lejohet të betohet në askënd përveç se në madhrinë e Allahut të gjithmadhrishëm. Kurse Allahu i lartësuar betohet në çka do ai prej krijesave të tij. Dhe kur betohet në një krijesë, do të thonë se ajo krijesë është shumë e vlefshme. Ka thonë pra këtu pasha kuajt e shpejt, ose vrapuesit e shpejt. Dabhan, do të thonë është për qëllim zëri i frymëmarrjes kalit kur vrapon. Do thotë jo hingëllima, sikur që e dim, por është për qëllim zëri i frymëmarrjes, sepse kali kur vrapon shpejt edhe merr frymë. Do të thonë edhe kjo frymëmarrje që e ka rregulluar Allahu subhanahu wa taala në mënyrën e përsosur, është gjithashtu mrekulli, edhe është diçka me vlerë që duhet përmendet. Do të thonë me këtë vrapim edhe sulm edhe ato pluhura që çohen luftë, do të frymëmarrja e tij është edhe ky zëri që e nxjerr, dabh, do të thonë është zëri i frymës së kalit, do thotë që është mrekulli që duhet, për cilën duhet të madhrohet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thonë felmuriyati qadha. Ato, do të thonë këta kuajt me vrapimin e tyre ndezin shkëndija. Do thotë nga vrapimi i shpejt, kur godasin në gur ose në tokë të fortë, dalin shkëndija prej këmbëve të tyre, që do të thonë se janë të fuqishme, do të thonë janë të fuqishëm këta kuaj, edhe vrapimi i tyre është shumë i shpejt dhe është për tu krenuar me të. Dhe janë, do të thotë, sulmues të fuqishëm. Se ka thënë fel mughirati subha, do të thonë ato që sulmojnë në mëngjes, pra në kohën e sabahut, hynë në mesin e armikut. Pasi suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që luftën e ka filluar pas namazit të sabahut, në mëngjes herët. Prandaj janë lëvdu kuajt që e bëjnë këtë sulm në mes të armikut, do thotë në kohën e mëngjesit, edhe nga shpejtësia dhe turja në armik, ka thonë fa atharna bihi naqa. Edhe ata, do të thonë, çojnë me këtë pluhur shumë. Do të thonë kur hyn te armiku edhe nga kjo shpejtësia e vrapimit, ngrihet pluhuri. Fa wasatna bihi jam'a, edhe në këtë mënyrë hyn në mes të grupit. Do të thonë mes të grupit të armikut, bashkë me luftëtarët që janë mbi kurizat e tyre, dhe do të thonë për ta mposhtur armikun dhe për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ky është betimi i Allahut, që është betuar në këta kuaj me këtë përshkrim dhe me këto cilësi. Tani pas kësaj vjen ajo për të cilën betohet Allahu i lartësuar. Kurse fjala e Allahut është e vërtetë, edhe është për t'i besuar, do të thonë me besim të plot, absolut. Por kur betohet, do të thonë tregon se duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë
asaj për cilën është betuar. Dhe ajo për cilën betohet Allahu është innal insana li rabbihi lakanud. Do të thonë me të vërtetë njeriu është shumë mosmirnjohës ndaj Zotit të tij. Është që i mohon të mirat, që vazhdimisht i vijnë të mirat e Allahut, edhe kurse njeriu vazhdimisht ankohet, edhe gjen arsye për të ankuar dhe për të mohu mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mohimi i këtyre mirësive gjithashtu është shkak për kopraci. Do të thonë që njeriu nuk jep asgjë prej të mirave që ja ka dhënë Allahu, vetëm për shkak se friksohet prej asaj që e frikson shejtani, prej varfërisë, edhe nuk është mirënjohës që Allahu ja ka fal ato dhunti dhe nuk i jep në rrugën e Allahut. Dhe thot wa innahu ala dhalika la shahid. Edhe njeriu për këtë vetë është dëshmitar. Do të thënë vetë është njeriu që e pranon se është mohues i madh. Edhe secili njeri e di gjendjen e tij dhe di gjendjen e njerëzve në përgjithësi, se njeriu është mohues, mosmirnjohës shumë i madh. Dhe ka thënë wa innahu li hubbil khairi la shadid. Dhe ai është që e do pasurinë shumë. Do të thënë dashuria ndaj pasurisë është shumë e fuqishme te njeriu. Do vetëm të mbledh më shumë, si ka thënë Allahu wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Do të thënë edhe e doni pasurinë me dashuri të madhe. Dhe kjo dashuri për pasurinë është që shkakton kopraci edhe mosdhënie në rrugën e Allahut. Pastaj ka përmendur Allahu disa shkaqe që njeriu ta paksoj këtë dashuri, edhe ta paksoj këtë lakmi të madhe. Ka thënë afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Do të thënë, a nuk e kujton njeriu momentin ose ditën kur do të dalë ajo që është në varre. Do të thënë ajo që u përmend më herët. Prandaj kjo sure lidhet me surën paraprake, si nuk e mendon njeriu këtë ditë ku do të përhapet ose do të çelet ajo që ka qenë në varre. Do të thënë çdo gjë do të dalë në shesh. Prandaj njeriu nuk duhet të angazhohet me grumbullimin e kësaj pasurie dhe të harroj falënderimin e Allahut, por duhet të angazhoj mendjen edhe zemrën e vet për këtë ditë kur do të dale ajo që është në varre. Wa hussila ma fi sudur, edhe do të mblidhet ajo që është në gjokse. Do të thonë do të mblidhen veprat, edhe ose dëshirat dhe mendimet edhe synimet, qofshin ato mendimet mira ose smundjet zemrës, gjitha ato do të mblidhen, edhe do të shfaqen para njeriut. Dhe ka thonë inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Edhe atë ditë Zoti i tyre është i gjithdijshëm për çdo imtësi të tyre. Do të thënë khabir është prej emrave të Allahut, që është më shumë se sa vetëm i dijshëm, po do thotë që i di imtësitë e secilës çështje në imtësi. Dhe është përmendur për atë ditë, do thotë nuk do të thënë se dituria e Allahut është atë ditë vetëm, por qëllimi është se atë ditë do të mblidhen njerëzit për të gjykuar. Edhe secili do të jepet gjykimi i saktë dhe askujt nuk i bëhet padrejtësi, ka thënë Allahu. Edhe do të thënë se Allahu i di të gjitha veprat e tyre, nuk i mbetet mangët askujt. Mos mendoj dikush se do t'i humb ndonjë vepër ose e mirë ose e keqe. Mos mendoj se do t'i humbe diçka, ta di se Allahu është khabir. Do të thënë i gjithdijshëm për çdo imtësi. Edhe atë ditë do të veproj dhe do të gjykoj sipas diturisë së tij.